Erion Velia dhe Ajola Xoza njihen me akuzat kundër tyre. Kam qenë një mbështetës i tij në fillimet, në frymën, në mënyrën se si e solli të gjithën. Kam qenë një mbështetës i tij në pothuaj të gjithë në të tre zgjedhjet, në tre fushatat elektorale. Kam besuar tek forca e rinisë së tij, tek çdo gjë e tij. Sa i përket artikullit, mua më vjen shumë keq, sepse të dy ata në asnjë moment nuk i kam ndërlidhur me ligjin, dhe aq më tepër me akuza dhe jo të lehta. E ndjej keqardhje për momentet që ai po kalon, jo për të, po për këdo ndoshta e vështira që po kalon në burg, pa diskutime edhe mbi le të themi vuajtjet që Ajola po pson, pavarësisht që nuk kemi pasur ndonjëherë ndonjë miqësi. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.